Jo vetëm fundjavat, por dhe ditët e para të javës po shoqëron me trafik të rënduar në hyrje dhe dalje të qytetit të Shkodrës, si dhe në akset brenda qytetit. Aksi nga rreth rrotullimi pranë xhamisë së medreses deri te Kura e Bunës paraqitet me radhë të gjatë automjetësh që arrin deri në 2 kilometra. Fluksi i lartë i qarkullimit vjet re kryesisht në drejtim të daljes, ndërsa situata mbetet e ngarkuar deri në orët e pasdites. Kjo gjendje e trafiku ka nisur që në fund të muajit korrik dhe pritet të vijojë përgjatë gjithë sezonit veror. Ndikimi në këtë situatë është kthimi i emigrantëve gjatë pushimeve verore, lëvizja e shtuar e qytetarëve nga Kosova, si dhe prania e turistëve të huaj. Gjithashtu fluksi i automjeteve që vijnë nga pika kufitare Hani të Hotit dhe drejtimi për në zonat bregdetare si Velipoja rrit ndjeshëm ngarkesën në këtë aks. Ndërkohë punimet për ndërtimin e urës së re të Baqallëkut po vijojnë ende, çka ndikon në trafik në hyrje dhe dalje të qytetit. Për të shmangur pritjet e gjata, drejtuesit e mjeteve orientohen drejt orareve më të hershme të mëngjesit ose në orët e vona të pasdites. Një pjesë e tyre zgjedhin rrugë alternative si segmentit që lidh lagjen Tepe me Ajasëm, por pavarësisht gjendjes jo të mirë infrastrukturore, situata e trafikut në hyrje dhe dalje të Shkodrës mbetet sfiduese gjatë gjithë kësaj periudhe, ndërsa kërkohet menaxhim më efikas për përballimin e fluksit të lartë të automjeteve.